Ferdinand, ambienti dhunshëm është politika gjithsesi? Po. Sepse ti po I rrin çik me skepticizëm ka interesat të mëdha. Ka interesat të mëdha. Unë kisha përzgjedhur një rast që ka pak humor, para se të vëmë te Enver Hoxha. Është shumë interesant. Pra kemi rastin kur Fatmir Xhafaj, ish ministri I brendshëm me mandat nga marsi 2017 deri në tetor 2018 I bën një ftesë për të shkuar në Belgjik. Por u mor vesh më herët në Belgjik që do vinte. Çfarë ndodh në Belgjik? Një tregtar makinash, shqiptar I vjetër në Belgjik, jo nga këto të pas 90-s, merre çik me të bardhë. Dhe ishte futur në atë dhe e kishin kapur. Dhe ishte habit që si më kapën mua dhe kush më trahtoi mua dhe kjo I rrinte çka në kokë dhe mundonte shumë sepse I dilte që ishte një bashkëpunëtor shumë I afërt I vet, njëri shumë I afërt. Dhe duke menduar pasi del se si ti bën një grack. Këtij njeriu që ta marr vesh që ky më spionon mua. Ai ishte shqiptar. Dhe ka dalë kjo është publike diku, po nuk është thënë kaq e koncentruar se po ta them unë tani. Çfarë bën? Pasi del korespondon me ardhjen në Belgjik të ministrit të brendshëm shqiptar që ishte marrë vesh që do vinte për një marrëveshje I diçka e tillë. Dhe që të zbulonte se kush e spiononte, hap fjalë fillimisht te këto shoqëria e ngushtë e tij që unë do I bëj atentat Fatmir Xhafaj. Nëse do hapim, do shfletojmë Fatmir Xhafaj si është refuzuar, pra ishte thënë që s'ka siguri për ty se kishte hap fjalë ky dhe fjalë kishin vajtë te sigurimi I Belgjikës, pra te belgët dhe ai nuk shkoi fare në atë e anulloi këtë. Por kjo I shërbeu atij për të kuptuar që shoku I ngushtë I tij ishte ai që spiononte. Pra, kërcënim me pak humor për të zbuluar se kush e spiononte, ai hodhi tezën që unë do t'i bëj atentat Fatmir Xhafaj për të mësuar se kush ishte njeriu që e spiononte dhe mori vesh që ishte shoku I vet, sepse ishte rasti I dytë që ja thoshte të njëjtit person diçka dhe që u zbulua. Kjo është pra pak për humor, për të kuptuar se deri ku shkon. Që sharakëzimin e situatave të tilla. Ndërkohë, unë nuk mund të ri pa përmendur diçka tjetër. Ne kemi raste të atentateve ndaj personaliteteve që janë të organizuara, qoftë nga mafia, qoftë nga kundërshtar politik, qoftë nga grupe kriminale, tjera, siç kemi Kennedyn, kryeministin serb, vran grupet kriminale. Kemi atentate që mund të quhen individuale. Pra një njeri në mendjen e tij e zhvillon, gjen dhe realizon po vetë. Këto janë shumë të rrezikshme, siç mund të quhet kjo e Trumpit e fundit. Dalin me një qëndrim. Jo, nuk është ajo, po mund të quhet realizuar. Po, mund të quhet që është realizuar. Tani unë pse e mbështes këtë? Kjo është e rrezikshme, kur është individuale. Çfarë më ka ndodhur një ngjarje mua në vitin 1990. Unë vi nga lëvizja studentore. Kam qenë student aktiv I lëvizjes studentore të 90-s. Në atë kohë, studentët bën atë që bën, por mos harrojmë që partia e punës në atë kohë bënte edhe atë kundërshtim, ne na kanë thirrur prindrit aty për të na marrë, për të na hequr e tjera, ata bënin atë pjesën e tyre. Por ne nuk dinim se si realizohej si thua urrejtja në pjesë ose në individ. Në individ të caktuar ne këtë nuk e dinim. Dhe disa vite më mbrapa, unë takoj një person që ishte nga Berati, na lidh puna bashk, dhe më thot, ti ke qenë në lëvizje studentore? Po kam qenë. Unë kam qenë ushtar në Zallher, tha. Po thash, po pse më pyet? Po unë ato ditë kam marrë t'ju vras juve. Si ka ardhur na vrasësh? Po tha, unë mora pushkën time, tha, e futa në një tub sope. Po fole me njëri, thash, jo s'fola, tha, mendjen time e kisha të gjithën. Dhe kam marrë t'ju 8 studenti me tubin e sobës për t'ju vrarë juve. Pra, po pse s'na vrave? Po ashtu më dha mendja, tha, su vrava. Sepse ju tha doni të rëzonit Enver Hoxhën, tjera. Pra, ai njeriu ma tha mua këtë histori pasi kishte ikë shtetit, kishte bërë ca leka ndej, kishte ardhur me makinë të bukura, kishte parë dhe më tregoi një histori. Pra, më e rrezikshme gjë është ajo që formohet individualisht në mendjen e një personi. Kjo është shumë e rrezikshme, sepse fundja kjo nuk është përfaqësim I një ide personale dhe jo një se mund të kesh një atentat. Një grupimi, po ai grupimi kur do të vras dikë, mund të vras dhe një diktator. E kupton? Kurse këto që janë individuale janë shumë të rrezikshme.
Por janë shumë të rrezikshme dhe nuk i parandalon dot, nuk futesh dot të bësh punë operative, tjera nuk futen dot shërbime sekrete, këto janë shumë të rrezikshme. Ato që zhvillohen në mendjen e një personi. Nuk ndalojnë mbrojtja afërt fizike. Po, dhe që ajo është absolute. Pra, po të shikonim, i pam ato raste të gjitha. Mbrojtja afërt fizike është e rëndësishme. Kurse ke ato të organizuarat është gjëja tjetër që ka të bëjë me një hetim parandalues. Janë të dy elementë të ndryshëm. Ato rastet po pam shumë raste që dështonin, por në Britaninë e Madhe nuk dështuan. Tregon pra që i vajtën princit Charles, mos gaboj, që pash, aty nuk dështuan. Aty e frenuan. Pra qenë në lartësinë e dorë dhe qenë hapur sytë vesht aty për ta realizuar.